Vendi i parë që dëshirojmë ta vizitojmë pas vendit tonë, a tregon për mënyrën se si e shohim botën. Çdo njeri ka vendin e ëndrave për ta vizituar, zgjedhja e këtij vendi nuk është e rastësishme, por ai shpesh lidhet me interesat, dëshirat dhe karakterin e individit. Për këtë arsye, vendi i parë që dikush dëshiron ta vizitojë pas vendit të tij mund të tregojë shumë për personalitetin e tij. Njerëzit që zgjedhin të vizitojnë qytete kulturore si Parisi apo Roma zakonisht janë të interesuar për historinë, artin dhe traditat. Këta persona kanë shpirt krijues dhe vlerësojnë bukurinë estetike. Nga ana tjetër, ata që preferojnë vende moderne si Tokyo tregojnë kurreshtje për teknologji dhe janë të hapur ndaj ndryshimeve të reja në jetë. Ndërsa njerëzit që zgjedhin vende si Maldive tregojnë se ata janë të lidhur me natyrën dhe vlerësojnë paqen shpirtërore. Kështu që vendi i parë që dëshiron ta vizitosh pas vendit tënd, pasqyron dëshirat dhe mënyrën se si një individ e sheh botën. Prandaj zgjedhja e destinacionit është më shumë se sa një vendim i thjeshtë, është një pasqyrë e vetes sonë.